Во изминатите 6 месеци во Тетово и околината избувнале 409 пожари. Поголемиот дел од нив биле на отворен простор. Човечкиот фактор бил главната причина, велат од противпожарната единица, апелирајќи до граѓаните да бидат повнимателни, особено сега кога температурите се високи. Кеми qenë të angazhuar edhe në pjesën e malit Sharr, i cili është i mbrojtur dhe ka një drejtori e cila në bashkëpunim me ne bashkërisht dalim në intervenime të llojit të tillë. Dihet që faktori njeri është ai i cili çdo herë është ai xixa e parë e një zjarri të përmasave të mëdha, kështu që apelet e zjarfikësve si zakonisht dhe çdo herë kemi pas apele të ndryshme që të ruhet natyra për shkak se ajo është e jona dhe duhet të kujdesemi më shumë. Директорот на Националниот парк Шар-планина вели дека се подготвени за итни интервенции покрај ограничените човечки ресурси. Kemi një plan vjetor operativ për mbrojtjen e pyjeve nga zjarret. Posedojmë një automjet të specializuar me rezervuar dhe pompë për shuarje të zjarreve. Po ashtu kemi bërë edhe trajnimin e punonjësve për shuarje të zjarreve, si dhe për ndërhyrje në raste apo situata emergjente. Директорот подсетува дека сите посетители кои влегуваат во зоната на паркот по закон се обврзани да се евидентираат. Секоја влезна такса за возило изнесува 150 денари. Во периодот на високи температури строго е забрането палење оган во националните паркови.